Rabi Hebre tha se Dexhali po vjen së shpejti. Ligjërata islame. Kryeministri i Izraelit pyeti dietarin në Rabi për Mesian në një nga videot më të përfolura të Benjamin Netanyahu, kryeministri aktual të Izraelit. Ai shihet duke u takuar me dietarët e famshëm hebrej si Robi Skolars. Ajo që e bën këtë video të diskutueshme është se Rabi Hebre vazhdoi të pyeste Benjaminin për ardhjen e Mesias të rem dhe kërkoi të dinte se pse Mesia i tyre nuk ka ardhur ende. Dietari vazhdoi të këmbëngulte për të ndërmarrë veprime të shpejta në mënyrë që ky Mesia të mund të mërinte në këtë botë sa më shpejt ishte mundur. Në përgjigje të kësaj, Benjamini i premtoi Rabit se do të bëjë atë që do të jetë e nevojshme. A besoni se kjo është e mundur? Si mundet përshpejtohet ardhja e Antikrishtit? Kush janë këta dietarë dhe pse presin me dëshpërim ardhjen e Mesias të rem që të dalë së shpejti? A ka një qëllim të planifikimit të veprimeve të tilla dhe njerëzve që i ndjekin ato? Nëse ndiheni të mbytur në detin e mëkateve, kur zemra juaj vazhdimisht ju qorton nga brenda, atëherë kjo është një thirrje kthimi nga krijuesi juaj. Në këtë video do të shihni dëshirën e rabinëve për ardhjen e Mesias të rem dhe për ta bërë këtë Mesia të vijë më shpejt se sa ka caktuar Zoti, e bën njeriu të habitet për pasojat e tij vdekjeprurse në tokë. Ngjarje të tilla mund të rezultojnë të jenë shumë të frikshme, por duhet mbajtur parasysh se koha e ardhjes së Mesias përfundimisht vendoset vetëm nga Zoti, dhe asnjë përpjekje njerëzore nuk mund ta ndryshojë atë plan hyjnor. Sipas studiuesve hebrej, do të vijë një Mesia hebrej që do të shpëtojë popullin hebre dhe do të sundojë si mbret në këtë botë. Ai do të duket se ka të njëjtat cilësi si ato të profetit dhe do të kryejë mrekulli siç ia lejon Zoti. Ky do të jetë testi përfundimtar për të gjithë muslimanët dhe njerëzit e të gjitha feve, dhe shumë njerëz do të besojnë te kjo gjë pasi ai do të jetë jashtëzakonisht mashtrues. Përmendet se ardhja e Dexhalit do të sjellë zjarrin dhe ujin. Përveç kësaj, ajo që duket të jetë ujë i ftohtë në të vërtetë do të jetë zjarr, dhe ajo që duket si zjarr do të jetë në të vërtetë ujë. Pra, në përputhje me emrin e tij, edhe pamja e tij do të jetë mashtruese. Megjithatë, ne besojmë fuqimisht se ky do të jetë një Mesia i rem para ardhjes së fundit të tokës. Por ajo që duket të jetë më tronditse është se hebrejt supozojnë gjithashtu se Dexhali do të mbërrijë më shpejt nga sa presim ne të gjithë. Megjithse shumë shenja të mbritjes së tij kanë përfunduar, si lindja e një mëshqere të kuqe në Jeruzalem dhe kontrolli i xhamisë Al-Aqsa. Dhe si thuhet në shkrimet e tyre, mëshqera e kuqe ka lindur në Izrael para 2000 vjetësh. Kjo ngjarje është përmendur tashmë se do të ndodhë në Bibël. Priftërinjtë e krishterë dhe izraelitët besojnë fuqimisht se nëse një mëshqere e kuqe lind sërish dhe sapo sakrifikohet në emër të Zotit, atëherë kjo do ta shënojë atë si të fundit nga të gjitha motivet e tyre. Të gjithë jemi të vetëdijshëm për faktin se xhamia Al-Aqsa ka qenë në ndikimin e izraelitëve dhe autoriteteve hebreje për shumë vite. Për shkak të kësaj, ka pasur shumë kufizime për hyrjen në Al-Aqsa. E vërteta është se ata po planifikojnë ta shpërbëjnë këtë vend të shenjtë për një kohë të gjatë. Disa sulme në Al-Aqsa kanë ndodhur në 2 dekadat e fundit në mënyrë që hebrejt të mund të ndërtojnë tempullin e tyre për herë të tretë. Kjo luftë e vazhdueshme për çlirimin e xhamisë Al-Aqsa nuk ka të bëjë vetëm me rrimarrjen në një hapësirë fizike, por me ruajtjen e identitetit fetar të muslimanëve. Aty ku profeti Muhammed ka shpallur ardhjen e Dexhalit 1400 vjet më parë, ai gjithashtu ka dhënë muslimanëve vedije për shenjat dhe se si të mund të mbrohemi nga fitna e tij. Profeti tha: "Ora e fundit nuk do të krijohet derisa 2 grupe të mëdha të luftojnë me njëri tjetrin, ku do të ketë një numër të madh vdekjesh nga të dyja palët, dhe ata do të ndjekin të njëjtën fe, do të kenë të njëjtin besim. Do të dalin deri në rreth 30 Dexhal, dhe secili prej tyre do të pretendojë se ai është i dërguari i Allahut." Ky hadith i profetit tregon kaosin dhe konfuzionin që do të mbizotrojë gjatë fundit të kohëve. Ai rrit të rëndësinë e faktit që muslimanët duhet të qëndrojnë të vetëdijshëm dhe të rinjosur fort në besimin e tyre, pasi shfaqja e profetëve të remë dhe mesijave si Dexhali do të testojnë besimin e tyre në Zot. Kjo është një kujtesë për të gjithë besimtarët që të kërkojnë udhëzim nga libri i shenjtë dhe të mos preken nga ata që pretendojnë në mënyrë të re me fuqinë e tyre të shenjtë. Librat e shenjtë përmbajnë disa vargje që paralajmërojnë besimtarët për ardhjen e Dexhalit dhe na jep udhëzime se si mund të mbrohemi nga ky mashtrim. Një ajet i tillë thotë: Kujtoni ata që mohuan dhe komplotuan kundër jush që t'ju ndalojnë.
ju vrasin ose t'u dëbojnë nga Meka, por ata planifikojnë dhe Zoti planifikon, dhe Zoti është planifikuesi më i mirë. Ky ajet na kujton se edhe në kohë të vështira, Zoti është gjithmonë në kontroll dhe ka një plan për ta. Ai inkurajon ata të besojnë në urtësinë e Zotit dhe të shohin udhëzimin e tij përmes lutjes. Nëse ndiheni të mbytur në detin e mëkateve, kur zemra juaj vazhdimisht ju qorton nga brenda, atëherë kjo është një thirrje kthimi nga krijuesi juaj